Vrasja e gjyqtarit Asrit Kalaja brenda sallës së gjykatës së apelit pak javë më parë nxorri zbuluar edhe dështimin e sigurisë në gjykata. Për këtë arsye, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkoi më shumë para në Komisionin e Ligjeve, teksa po diskutohej projekt buxheti për vitin e ardhshëm. Drejtuesi i KLG-s Ilir Rusi tha se duhen të paktën 340 milion lekë shtesë për të vënë në jetë projektin për forcimin e sigurisë në gjykata. Kjo ka qenë destinuar për një projekt për sigurinë e gjykatave kohë më parë. Po tashmë, për shkak të aktualitetit, kjo merr edhe të vlerën e vet. 167 milion janë të destinuara për mjete teknologjisë për të rritur sigurinë në gjykata. Porta detektor, skanera, mjete alarmi, kamera. 123 milion janë të programuara për përmirësimin e infrastrukturës në këto gjykata. Ka gjykata që nëse sot ne çojmë një portë detektori, nuk ka ku ta vendosësh. 50 milion lekë të re destinohen për mbledhjen e pajisjeve të tjera ndihmëse. Jo duhet bëjmë përpjekje, po duhet ta merrni fondin për të rritur elemente të sigurisë gjykata. Por ende problem, tha Rusi, është edhe gjetja e godinave të reja për gjykatat, si dhe më shumë punonjës. Ka gjykata ku raporti është 1/5, do të thotë 5 magjistrat ka një sallë gjykimi. Sa i takon rretheve, do duhet të vijnë në lëvizje pak dhe kryetarët e gjykatave me pushtetin vendor atje për të gjetur troje të lira aty ku kemi ndërmend të ndërtojmë godina të reja. Më shumë para kërkuan para ligjvënësve edhe institucionet e tjera të drejtësisë. Po është i treti vit që e kërkoj 2 milion lekë të reja për shkak të amortizimit të vendërtesës. Gjithashtu, neve duke qenë që jemi komshim, po na ri zjarri neve, ju bie dhe juve. Jemi komshit mirë realisht, sepse ajo godin shumë shpejt do t'i kaloj kuvendit dhe në projektet afatmesme që ka, gjykata kushtetuese sigurisht do të ketë një godin të vetën dinjitoze për një gjykatë kushtetuese. Në total, institucionet e drejtësisë marrin më shumë para për vitin 2026, rritjen më të madhe e ka Këshilli i Lartë Gjyqësor me gati 12 milion euro më shumë, duke marrë për vitin e ardhshëm gjithsej 68 milion euro, edhe SPAK merr një buxhet më të madh.